Unë nuk jam pjesë e diskutimeve në mes liderit ton të vetëvendosjes Albin Kurti dhe akterëve të opozitës, por unë uroj dhe ju bëj thirrje të gjithë akterëve që janë nga opozita, që janë pjesë e dialogut, që të reflektojnë për hir të shtetit ton Kosovës, për hir të qytetarëve tanë, sepse ne kemi referencë shumë për treguar më shumë përgjegjësi, sidomos nëse unë si ish ministre dhe tash kryetare e komisionit e kujtoj sakrificën e shtetit ton, që ka dhënë shumë gjak dhe mund e sakrificë sidomos në luftë, e kujtoj Kosharen, e kujtoj Prekazin, e kujtoj Reçakun, e kujtoj Mejen me masakrin që ka ndodhur dhe ajo është referenca jonë kryesore që ne duhet të reflektojmë me shumë përgjegjësi për popullin ton dhe shtetin ton.